Allah është shpëllim të hoqë, Allah të nderoft, inshallah kështu vazhdim të pyetjes që na kanë ardhur. Pyetja por është, Asalamu alaikum për hoxhën e Zekashazimit, kam një pyetje. Pse pothuajse në çdo debat televizive, me dimën fetare, përmendet emri juaj dhe ju etiketojnë me lloj akuza, pa fakte, pa baza. Çfarë këshille do jepni atyre që bëjnë këtë? Edhe nëse nuk janë njerëz që marrin këshillën, do të kishë dhënë një përgjigje apo replikë për ta. Allahu i nderoft. Asalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Një këshillë që kësha dhënë e para, mush me folë sa ma shumë, për shkak se unë e vlerësoj imanin tem qaq sa fol ju ma keq për mua. Zoti na rrit me fol ju mirë për mua, më shku më këshyr, që ka diçka problem kemi në iman. Pra, sa mëri ma shumë, për shkak se deveti jonë, stile jonë, është të ndërtuar me nëzit, me shfaq kufrin e tyre, ata të cilët në qafirë. Dhe për shenjeve të imanit tonë të mirë, për shenjeve që mendojmë se jemi mirë, është kur ata folin keq për ne. Kjo është numër një që mund pëlqen shumë, edhe më mund me shtuën ma shumë në për debate, sa ma shumë falni, sa ma shumë në përmendin neve, rrugën tonë, atën se në thirrmin na, për shkak se ato ofendima, çka të tjenë ato, janë për neve favor. Në ndyrë, Allah në rrët me folë të kështë për të mirë për neve, për shkak se është problem pastaj i besimit. Në tre, kushdo që ka thirrë në rrugën e pejgamberëve u konjej. Dhe kjo është një rrugë në të cilën kushdo që thirrë e ka të njëjtë me atë që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose e ka ngjashur me atë që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në fjalët e dietarëve të vjetër, qëndron kur munafik, kur qafirat nuk flasin kundër atyre të cilët lëvizin me fenë e Allah subhanahu wa taala, kur nuk flasin, do të më llogaritë se ka vdekë. Derisa ata flasin, ne jemi gjatë edhe alhamdulillah me aktivitete. Derisa i pengohen aty në aktivitetet e tona, na mendojmë që jena shumë mirë. Për shkak se në surën Tauba Allah subhanahu wa taala ka përmend kushdo prej muslimanëve që shkel me neve në nxit orë që ata me nxjerr në dhëfi këto muslimanëve illa kutibe i shkruhet te Allah subhanahu wa taala sëvo. Në sahara që ata mërdhezën e zgardhinën atje, ne besojmë që bashkë sëvo. Dhe sahara që përmendet çështja e fes, aja shkon kur fol qafiri, kur fol munafiku, aja shkon në favor të atyre të cilët i analizojnë argumente. Çfarë folin ata? Në kushdo që menon kush është të fol, edhe çka është të fol, veç interesuar pak edhe për mua, hem të da në YouTube i lezëm edhe i ngam edhe disa ligjërata, disa sa na legalizuar të shkapat, nuk është mërësi, po mërësi ju i kemi quë, dhe atë më në ndëgjuë edhe neve se shkapat. Kur në ndëgjuë ata edhe neve, edhe juve, kushto që pasën argumentin, e kupton se ata kanë qenë diçka krete e fundit që të jashtëqitja, kur gjënë më tepër, edhe kur që të zënë argumentin, që kjo është e vërteta. Dhe me shkëtë e mështë e veç vazhdojnë se është lirë.